çdo ditë i pranishëm. Antonia, si i menaxhon ti këto raporte? Ndonjëherë nuk i menaxhoj, thjesht futem në dhomë edhe marr stepon dhe bërtas, ose mund të qaj, ose mund të më drejtë gjithë trupi. Ndonjëherë them po dal të marr ajër, edhe thjesht duke dal në shtetin që jetoj ka një gjë të mirë sepse unë kur jam nga i ngrohtë në ftohtë më lotojnë sytë vet. Thjesht qaj çik më shumë se normalja. Mundojmë të shkarkoj duke mos ndikuar shumë te partneri sepse ai e di situatën, thotë e di çfarë po jeton dhe të kuptoj shumë mirë, vetëm të lutem duro dhe pak, vetëm pak ka ngelur duro. Po pse pak? Çfarë ka për të kapur? Sepse do ndrojmë banesë, të marrë një banesë më të madhe, kur mund të kem hapësirën time me fëmijën. Do çojmë fëmijën në një psikolog, të paktën kështu e kemi folur sepse nuk e justifikojmë dot sjelljen e tij më. Do gjejmë një zgjidhje për atë. Ndoshta të ndahet nga neve, ose duke qenë një hapësirë më të madhe, unë nuk kam se të jem gjatë gjithë kohës, po shikoj në televizor të novela me dhunë, edhe fëmia ime është aty në një dhomë dhe unë nuk di çfarë të bëj më për të mbyllë televizorin, sepse nuk është e hijshme për një foshnjë. Janë ca gjëra që edhe ai vetë shikon, që janë ca gjëra që nuk po funksionojnë siç duhet. Jo se s'dua, nuk mundem dot më. Kam frikë. I thash sepse nesër mund t'ja nxjerr fëmijës. Po duroj shumë veten, tash po bëj dush më të ftohtë, po bëj çdo gjë sepse nuk dua që të lëndoj fëmijën tim. Tani nuk e di, ndoshta kur vetë të lëndoj veten trupin tim, të kafshoj dorën, atëherë do të them okay, kjo është fundi, s'ka më. Sepse unë fëmijës tim i kam bërtitur 2 herë, thash dhe mua unë kur i kujtoj më dhem shpirti kur kam futur thik vetes time, që i kam bërtitur 2 herë. Pse sepse kisha nervat pinc, nuk mbaja dot më. Nuk duroja dot më asnjë çfarë të asaj. A janë këto ndërhyrje të vazhdueshme, konstante, intensive, si mund t'i përshkruash në marrëdhënie time vjerën tënde? Janë çdo ditë. Që në mëngjes ti vete me fëmijën në krah duke thënë mirëmëngjes, ajo të shikon me syret edhe në flet fare. Po. Imagjinoj atë ajrin e rënd që krijohet pastaj në shtëpi, edhe tensioni me të cilën nis dita. Edhe mendoti se mund të vazhdoj dita pastaj, mbas dita do vi fëmia, do vi ajo pastaj prap, dhe ajo që të shikon me syret. Nuk është as kontribuese në familje, as ndihmuese, pra përveç prezencës së saj nuk ka asnjë rol në familje. Ka një rol vetëm. Unë gatuaj dhe nuk e të drejtë të kapësh shuk në kuzhinë, se s'ta kam dhënë akoma këtë rol. Gatuan të paktën. Gatuan gjëra që mua më bëjnë dëm. Çdo gjë që unë nuk mund ta konsumoj gjatë stazanis në ditët e para të linjës sepse mund të psonte kapslëk gjë, ajo ka gatuar gjitha dhe vazhdon i gatuan dhe sot e kësaj dite, sepse partneri ka thënë që të lutem këtë ushqim kur ta bësh, nxjerrë 2 pjata më një anë për Antonin sepse nuk mund të haj shumë krip ose këtë sepse i bën tëm dhe ajo e bën komplet e kundërta nga çfarë i kërkojnë. Edhe nëse gatuaj unë, do mbajmë ditëzie 3 ditë. Sa situatë e komplikuar, por nga ana tjetër, gjatë komunikimit edhe rrëfimit që ti ke bërë, edhe më herët, ke treguar që bashkëshorti gati në tonë e lutse të drejtohet dhe të thotë, të lutem Antonia, të paktën vetëm ti mos më rrëzo. Ne ka thënë sepse ishte një moment që unë kisha dëgjuar që i thoshte djali vajzës time bitch, edhe unë nuk mund çfarë dot më. Pastaj erdha dhe në shtëpi dhe ajo më pa me një fytyrë që unë nuk e di çfarë pati, sepse nuk kisha bërë asgjë të keqe. Kisha ngritur në mëngjes, kisha bërë gjithë punët e shtëpisë, kisha rregulluar gjithë shtëpinë dhe kisha ikur. Kisha dalë me partnerin tim për të festuar ditëlindjen time. Kur ka ardhur në kuzhinë, unë kam qenë duke u dritur, duke qarë dhe ai më tha, me erdhi putin ballë, tha vetëm ti të lutem mos më rrëzo, sepse nëse të rrëzohesh ti mua më rrëzohet gjithë bota. Ne arrim të shohim vetëm një anë të medaljes jona, që është përjetimi i Antonias, po me sa duket nga këto fjali lexojmë dhe ndjejmë që ka tension edhe nga ana e partnerit, me sa duket edhe ai ishte veshur me tension, me këtë ngarkesën. Ndonjëherë gjendesh në situata ku nuk di se si më të veprosh, se kemi një fëmijë që është agresiv, kemi një fëmijë që ka disa çështje të zhvillimit që nuk po shkojnë si duhet, edukatës. Kemi një nënë ndërhyrë që ndërhyn tek jeta e çiftit. Kjo lëndon jo vetëm Antonia, jo vetëm fëmijët, i lëndon dhe të birin e saj, që ajo nuk e kupton, pra në këtë rast Vjera, që nuk e kupton sa problemi sjell këtij fëmijë, sepse ai ndihet i detyruar të ruaj balancat, por është e pamundur. Prandaj kur nuk funksionon komunikimi, ne duhet të kalojmë te sjellja. Dhe sjellja këtu pastaj shkon në ndarje. Kemi një person që nuk ndryshon, duar një familje. I kam thënë, mendimi është ky, unë dorë nuk ta lëshoj, do të marr me vete. Do dalim të gjithë nga ajo derë.
Ai nuk lë jetë mbrapa, sepse në fund të ditës e kam kuptuar që ai nuk e meriton këtë barrë që ka marrë përsipër. Nuk është barra e tij. Dua që ajo ta kuptoj që neve nuk kemi të këqijt. Por unë kam më thjesht titull se narcisiste, sepse ashtu sillet, ja shtëpisë është nëna perfekte, gjyshja perfekte dhe brenda shtëpisë është komplet e kundërta. Mund të jetë kështu Jona, Që mund të shumë jetë një nën narcist. Ne gjithmonë do flasim me mund. Po, patjetër, se nuk mund e të kemi vendosim. personi përballë t'i bëm një diagnozë. Por nga disa cilësi të vogla që dalin në pa, është një lloj qëndërzimi, një kthim drejt nevojave të vetes. Prandaj thash që kur nuk merr parasysh si ndihet djali, se kur ti bën një sulm ndaj nuses, do thotë që prish qetësinë e djalit tënd. Patjetër. Prandaj është edhe empatia këtu që mungon, pra duket sikur është në raport me djalin, për të ruajtur ndoshta një lloj marrëdhënie deri diku, nëse mund t'i themi marrëdhënie, por nuk është mjaftueshme. Një person i cili e ndjen familjen, bën për familjen, të gjithë pjesëtarët që janë aty i trajton njësoj, i trajton në një formë që është e dukshme ndjeshmëria ndaj tyre dhe nuk e bën thjesht për të dukur. Prandaj këto diferenca që dalin, që jashtë shtëpisë është ndryshe, pra të ruajë imazhin dhe brenda është ndryshe, është një karakteristike e personave narcisist. Mund të jetë një element. Qartazi, Antonia do t'i duhet një zgjidhje për të ndryshuar gjithë situatën në shtëpi. Deri në ato momente ajo jeton në një ajër të ngrirë brenda mureve të shtëpisë, ku ka akull, ka mos komunikim dhe gjendja e saj shëndetësore sa vjen dhe përkeqësohet sepse ajo shkurtimisht e përmendi dhe tha që ka bllokime të frymëmarrjes, ka shtim të rajeve të zemrës, po këto janë sinjale të ankthit ose sulmeve të ankthit dhe Antonia nuk është trajtuar asnjëherë nga një specialist i shëndetit mendor. Antonia, pse nuk e zgjedhur të kërkosh ndihmë? Në shtetin që ndodhem, nëse bëj kalon në sistem çdo gjë dhe nëse kalon në sistem do merren të gjithë personat që ne folëm më sipër. Është shumë e madhe. Në madhe në kuptimin që do merret nëna e djalit, do merret djali, do merret nëna e partnerit, do çohet në përvend institucione specifike. Dhe në fund fare kur të dalë keq në gjithë histori mendon ju. Përse mendon kështu? Po sepse në qoftë se këtu vete flet, siguria në shtetin që jetoj është nëna dhe fëmia. Okej. Sepse në qoftë vetë specialist ai do thotë, "Okej, kjo sjellje që ti ke dhe këtë gjë që ti ke nuk e ke nga vetja jote." Patjetër. Su nga folur deri diku me dikë që nuk është ai që i çon në sistem, por të çon për tek ai personi. Dhe më thanë që ti e zgjedh të rrugë të kalosh në këto faza dhe ajo faza që ajo më tha mam trëmbi. Ke mohuar një të drejtë vetes që ti dhe foshne të Unë nuk dua që jetonin në fëmia im të rritet pa baba. Dua të rritet me baba në mënyrë të shëndetshme sepse është një njerëz që e do shumë fëmijën dhe i jep shumë dashuri. Nuk dua që të kaloj në këto fazat e shtetit që jetoj sepse do kaloj në, nuk e di, kam frikë se mos mund të ndodhi në një gjë që nuk mund ta kontrolloj dot më. E kuptoj shqetësimin që ti ndan. Po është e fortë që ndoshta mund ta flasim pak sa këtë pjesë të ankthit që ti ndjen, pra është që ti përjeton një lloj kërcënimi të fuqishëm për shëndetin tënd, për rrezikun. Më ka dhënë krahërori disa herë shumë rajt e zemrës që fillojnë për 10 minuta në shumë të larta ose shumë të ulta. Çfarë ndodh me Marrë ty frymës. kur ti ndjen këto simptoma? Ngri. Në ato momente thjesht ngri dhe them nga sa po më vjen sepse mund të jem, nuk është se është një situatë se po ndodh një fazë të hajt se po kaloj këtë. Është një situatë që ti je shumë normal dhe nuk po ndodh asgjë dhe ajo thjesht kalon direkt. Dhe unë thjesht ngri dhe mundohem të shtrihem në shesh nëse kam mundësi ose në krevat diku që se kam frikë se mos humb librin se varet ku më ka kap një herë me gocën në krah. Jam ulur në çimento. Sepse nuk e dija nëse do më binte të fikta apo do të ndodhte një gjë tjetër. Vetëm frikë që kam është nëse më kap edhe jam vetëm edhe nëse më kalon diçka tjetër si të fikta në një gjë tjetër. Këtë kam, ajo që më zë ndonjëherë jashtë ankthim vetë. Më përjashton ankthim duke menduar këtë gjëra. Në fakt është një gjendje që duhet dhënë rëndësi, duhet trajtuar sepse shikoj që ty të prek, simptomat janë shumë të rëndësishme, edhe ty të kap një lloj frike ose truri, është vënë në atë gjendjen e alarmit të ngrirjes, siç ti e përshkruan. Dhe në rast mos trajtimit vetëm sa përkeqësohet. Unë e kuptoj që ndoshta me të ndryshuarit të situatës, pra nëse ti kalon për shembull një shtëpi tjetër më të madhe, ku ka një hapësirë dhe rregull tjetër në shtëpi, mund të ndodhë që edhe truri ta ul atë ndjesinë e kërcënimit edhe ti të rikthesh në normalitet. Pra mund të zgjidhet disa raste kur ti ndryshon kushtet e jashtme.
por sidoqoftë nëse ka të menduar të, siç themi ne, mendime katastrofike i quajmë terapi, ku ti për çdo simptom mendon se diçka do ndodh, diçka e rrezikshme, diçka e keqe dhe ky mendim është konstant tek ty, atëherë është patjetër një gjë që duhet trajtuar. Prandaj ta këshilloj nëse kjo gjë ndaj vazhdon. Po, mundohem të bëj yoga deri diku, të bëj atë pjesën e frymarrjes. Po më ndonë vedi sa ushtrimi Këto që të janë- mund të më qetësojnë. Këto janë po- qetësuese ose që qetësojnë sistemin nervor, por mendimet nëse janë të fuqishme dhe nëse ti ndjen që ato vazhdojnë pavarësisht këtyre metodave, ky është një sinjal që duhet punuar. Se di, të mundohem vedin çfarë formash tjera mund të bëj për momentin. Sepse jam një shtet që s'di gjuhën, nuk njoh aq shumë sistemet sa çdo doja të njihja siç i njohim në Shqipëri. Funksionojnë. Po mund të kërkosh alternativa në rrjet, mund të kërkosh terapeutistë të cilët Po. ndjekin edhe në distancë, pra ka forma të ndryshme. Nëse do të Atë po penalizonte mundohem familjen të gjej tënde, jashtë shtetit ku ndodhem aktualisht. Atë po mundohem të gjej jashtë shtetit ku ndodhem, për që të di dhe gjuhën që të flasim, atë të shprehem siç po shprehem me ju lirishëm. po ka Por që po platforma mundohem të të gjej tilla ashtu, edhe po. në Shqip, siç është platforma Psikologu Online që drejtohet nga Jonarda, dhe aty ka një sër profesionistësh të cilët ofrojnë ndihmë në distancë, pra mund t'i konsiderosh jo në këtë rast, por edhe në raste të tjera. Edhe Shqipëria është zhvilluar dhe ofron mundësira të tilla, kështu që për të shfutuar familjen nga penaliteti, duke qenë se nëse kërkoj mbështetje psikologjike në vendin ku je, mund të penalizohesh familjarët e tjerë. Mund të dalësh jashtë kufive të atij vendi edhe virtualisht për të kërkuar ndihmë. E di Elon do të bëj një ndërhyrje që nuk është hera parë që e dëgjoj këtë gjë. Ka shumë njerëz që nuk e marrin ndihmën vetëm sepse i friksohen se shteti mund t'i marrë fëmijën. Për shembull kam dëgjuar raste në shtete shumë zhvilluara, Suedi, Danimark, që nënat atje nuk marrin ndihmën. Sepse ndonjëherë ta ofron spitali për shembull, dhe ata nuk flasin, kalojnë gjithë periudha depresioni shumë të rënda, vetëm e vetëm sepse kanë frikë nga kjo, dhe në të vërtetë ka ndodhur raste, prandaj ato i friksohen. Që shteti me të kuptuar që ndoshta këto specialistët e spitalit sapo kuptojnë që nëna ka disa mendime, ata bëjnë hapa pak më frenuese se sa mund të bëjmë ne, që duan të mbrojnë fëmijën, ato e quajnë si më të rëndësishëm dhe e distancojnë nga nëna. Për këtë arsye ata nuk marrin ndihmë. Pra është një tjetër blok Po, që në këtë ndodh. qastin e kuptojmë edhe reagimin e Antonias, pse ajo nuk ka zgjedhur të Pikërisht. marrë mbështetje psikologjike. Megjithatë, disa dritare i hapëm Antonia, edhe analiza terapeutike që Jona të bëri gjatë bisedës besoj të ka dhënë një lloj orientimi. Shpresoj të jesh ndihmuar ti si. Shumë faleminderit Jona. Faleminderit Shumë ty që e ndave. Antonia, faleminderit që e ndave këtë rrëfim, edhe pse ndjesha shumë keq sepse gjatë gjithë kohës të ndjeja dridhjen e zërit teksa tregoje për situatën ku ti ndodhesh aktualisht.